Sa synoni eksperiencës në Tiranë? Po ne sot që flasim në mënyrë të padiskutueshme, objektiv kemi 19 mandate, duke konsideruar që 18 mandate do duhet i marrim dhe do t'i marrim. Pra objektivi ynë është që të shkojmë në 19 mandate. 12 sigurta plus 7. Patjetër. Tani nga këto 7, 2 i bie zonja apo 3? Me detyrim 2, me kod zgjedhor 2. Mund të futen edhe 7 zonja nëse janë më të votuara. Jo, flas. Por me detyrim me rregullin 2 janë zonja. Minimalisht janë 2. Minimalisht janë 2. Që ta imponon kodi. Po pra, 1 në 3, 1 në 3. Tani, ju thoni i do merrni 7 mandate. Nga 15 që keni marrë gjithsej në vitin 2021, ju do merrni 19, domethënë plus 4. 18 ose 19, po. Tani ndaj këta, o 18 o 19. Objektivi tash është 19. Po them 18-19 që t'jemi me këmbë tokë, që t'jem realist. Jo. Se këmbët atë në fakt e nuk i pas kanë tokë këmbët i ke si mua këtu te. I kam vendosur këtu, po kamerak në aspektin politik në këmbë, në tokë i kam këmbë. A nuk duket egzageruar ky synim? Jo, nuk duket, duke llogaritur se çfarë i ka bërë kryeqytetit Partia Socialiste, Edi Rama, Erion Veliaj. Çe ka bërë? I ka vjedhur 100 milionë euro të faktuara tashmë deri tani. Incineratori i Tiranës është afera korruptive më e rëndë që ka parë ndonjëherë ky vend. Janë dhënë 142 milionë euro. Akoma drejtësia pa u marr, pa u vendosur për incineratori nuk ka folur. Pa u vendosur ende një gozhd. Drejtësia në rastin e incineratori të Tiranës është dështimi më spektakolar i Spakut. Mban emër, quhet Dritan Premçi, prokurori i posaçëm i Spakut që jeton këtë çështje prej 5 vitesh, që në gjykimin tim është turpi i atij institucioni, është turpi i drejtësisë shqiptare, për shkak se nuk ka njeri normal në Republikën e Shqipërisë, nuk ka njeri në qarkun e Tiranës, biznesmen, gazetar, politikan, analist që nuk e di që afera incineratori i Tiranës është një aferë korruptive. Pse ndodhi kështu? Përgjegjës për të është kreu i Bashkisë Tiranë, po pa diskutim kjo aferë shkon deri ke Edi Rama. Po jo, pse ndodhi kështu? Arsyeja se përse nuk shkohet ke Erion Veliaj në këtë rast, dhe është shkuar ke një drejtor në pension që ende e mbajnë në burg, që është e turpshme, ish drejtori i Bashkisë Tiranë që ndodhet në burg, i dalë në pension, është qesharake, apo drejtor tjerë nuk e kanë bërë drejtorët aferën e incineratori Tiranë. E ka bërë Kupola, ka qenë afera personale e kryeministrit. Po pse ka dhënë këtë zgjidhje sipas jush prokurorit? Sepse shkohet ke kryeministri, nëse goditet ish kreu i Bashkisë Tiranë. Dhe ju duke thënë që Rama ka kapur Spakun? Patjetër, pa diskutim se vetëm sot po e dëgjoni ju këtë? Pa diskutim. Jo, që ju e keni thënë me miliona herë, e keni thënë po. Tani Rama ka kap Spakun dhe ja 20 bashkëpunëtorë të ngushtë janë në burg. Kërcet kjo Ato që do Rama. Ato që do Rama janë në burg. Ata që ka urdhëruar Rama. Më del llogaria. Ata që Rama ka dhënë okejin dhe dritën e shile që të shkojnë aty ku. Ja, një sekondë. Domethënë, ti je duke thënë, ju jeni duke thënë që e mbështesin Spakun kur arreston Erion Veliaj tjetër, dhe jeni në rregull tu. Si jam në rregull, unë atë po them që nuk jam në rregull. Aktualisht nuk përshëndetur arrestimin e Erion Veliaj. Fillimisht po, në momentin që ka ndodhur, por unë sot në studio po ju them, ish kreu i Bashkisë Tiranë nuk mbahet në burg sot për aferat që duhet mbahet. Ai prokurori që ka, atë çështje ka, s'ka lidhje me atë. Dhe këtu duhet bëjmë diferencën me Belindin në këtë rast që e ke në studio, që unë kam thënë që në rastin e kësaj çështje, unë duartrokas punën e prokurorit Dado, i cili është linçuar, intimiduar, goditur, është shpifur, është hedhur balë mbi të, nuk është drejtësi nuk e përcakton ju zoti Kolliç. Drejtësinë e përcakton prokurori dhe gjykatës. Unë kam opinionin tim, në bazë të opinionit tim, edhe si politikan, edhe si një person që i njoh këto çështje, më rezulton që zoti Dado në këtë rast ka bërë një punë voluminoze bashkë me zotin Dumani, se janë të dy në dosje. Kanë bërë një punë voluminoze dhe kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Në këtë rast e veçoj. Në rastin e inceneratorit Tiranë, prandaj duhet ndalem, është bërë një punë qesharake dhe i është hedhur hi sy qytetarëve sepse kjo aferë shkon të çon deri ke Edi Rama, se është Edi Rama që ka firmosur një VKM ku ka dhënë 8% të pikëve bonus një kompanie që nuk ekziston në dhjetor të vitit 2016. Jo, vetëm problem, zoti Kolliçi, okay, ju mund të keni të drejtë, po i vetmi problem është që të vendos gjykata se vendos Belind Kolliç. Po patjetër më, po unë opinionin nuk ma vendos gjykata se çfarë opinioni kam. Po jo, ju keni thënë këtë që Spaku është organizatë kriminale. Se çfarë qëndrimi kam. Unë nuk e kam thënë si Belind, unë si Belind nuk jam shprehur në terma të tillë. Por që brenda Spakut ka prokuror të kapur nga politika, që brenda Spakut ka prokuror të ndikuar nga mazhoranca,
që brenda SPAK-ut ka prokuror që bëjnë lojën e mazhorancës dhe Edi Ramës, ky është fakt që nuk ka njeri që mund ta mohojë. Sepse ndryshe ne do të kishim sot para drejtësisë Erion Velin, Angela Gaçën, Edi Ramën për çështjen e incineratorit të Tiranës. Do të kishim Erion Velin për PSD-n. Nuk mundet të pretendojë dikush sot në Shqipëri, që kanë mbledhur 5 drejtor kryesor të Bashkisë Tiranë, kanë hapur një kompani që quhet PSD, 5 drejtorët, kanë marrë 40 milionë euro tendera nga Bashkia e Tiranës me firmën e Erion Veliajt, kanë marrë 3 leje ndërtimi që vlen 90 milionë euro. 90 milionë euro ja ka firmos Erion Veliaj dhe Erion Veliaj nuk di gjë. Dhe këta janë njerëzit më të afërt të Erion Veliajt. Domethënë këto nuk e kapërdi dot. Prandaj them që kur flasim për SPAK-un, duhet jemi racional. Aty ku ka bërë punë, patjetër t'i jepet kredit për punën që ka bërë, aty ku ka çeduar dhe nuk e ka bërë punën, pa diskutim, nuk duhet patur kompleksi që ne të kritikojmë SPAK-un, se në fund të ditës ju nuk dëgjoni nga unë as fyrje, as linçim për as kënd, por dëgjoni që të kërkohet apo të bëhet presion publik për të mirën e punës dhe të kërkohet drejtësi. Ore vendosni, nëse Belindi ka gënjur për incineratorin për PSD-n, të mbaj unë përgjegjësi. Po nëse unë pas kam drejt, kallëzimet që kanë të drejta, si ka mundësi nuk i shkohet në fund? Pyetja ime drejt për drejt, kur zoti Berisha tha që SPAK-u është organizat kriminale dhe në 12 maj ne do ta shkrijmë, çfarë menduat në këto momente? Mendova që sigurisht për shkak të eksperiencës personale të zotit Berisha, ku është burgosur, është arrestuar lideri i opozitës në kundërshtim me kushtetutën, është mbajtur në arrest shtëpie 333 ditë pa fakte, pa prova, pa asnjë akuzë, vijon të ketë një proces qesharak ndaj tij të udhëhequr nga SPAK-u. Jo, a jeni dakord që të shkrihet SPAK-u? Vijon që një gjyqtare me 3 mbiemra e deportuar nga Greqia. Jam absolutisht dakord. Gjyqtare marr peng, të keq përdoret për një çështje politike ndaj kreut të opozitës. Sigurisht mendoj që njeriu ka edhe dimensionin e tij personal, edhe dimensionin e tij vetjak, edhe dimensionin e tij njerëzor dhe është në drejtën e tij tërësisht legjitime për të thënë ato që ndjen në çdo moment. Nga ana tjetër, e vërtetë është që zoti Berisha i është referuar SPAK-ut si një organizatë kriminale, por e vërtetë është që me javët në vijim, në deklaratat e fundit, jo. Zoti Berisha ka thënë që ne do ta reformojmë, pa diskutim, bazuar edhe në opinionet e Komisionit të Venecias. Me 94-95 vota. Dhe ndaj plotësisht të njëjtin qëndrim me zotin Berisha për sa i përket reformimit të SPAK-ut, sepse ata s'e kanë bërë politika. Kjo është quajtur drejtësi e re, ka rezultuar që është një dështim deri tani. Një qytetar i zakonshëm shqiptar i duhet 10 deri në 15 vite. Ata që s'imagjinoheshin zoti Kliçi. Po, ata që nuk imagjinoheshin janë arrestuar mbasi kanë bërë miliona euro, kanë vjedhur buxhetin e shtetit, kanë vjedhur qytetarët. Këtu është vjedhur edhe si ka prek gjë. Shqipërisë dhe ata individ sot janë arrestuar për vepra qesharake, siç ndodhi dhe me Ilir Beqen, që u arrestua për fondet e Bashkimit Evropian që kishte çuar në restorantin e tij Gzona, që e dinte çdo njeri i madh dhe i vogël që është restoranti i Ilir Beqes, vetëm SPAK-u kujtua 4 vite me vonesë, nuk kishte njeri që nuk e dinte, dhe ndërkohë nuk është mbajtur përgjegjës për aferën e sterilizimit dhe të check-upit. Pra, për këtë po flasun. Nëse i shkohet deri në fund aferave, ti shkohet në fund për çdo njeri, më për Belindin parin, për çdo njeri, për babën tim nëse ka shkel ligjin në këtë vend, për çdo njeri. Po, hisi y qytetarëve nuk mund t'i hidhet. Me të vërtetë janë arrestuar, po pse Lefter Koka i ka bërë incineratorët? Çdo muaj ngarkohet Lefter Kokës nga një incinerator. Çdo vepër penale që ndodhi ngarkohet Lefter Kokës. Me të vërtetë Lefter Koka ka firmosur. Po pse më ka budalla që nuk e di që 17 vendime brenda ditës nuk i kalon dot Lefter Koka? Po Angela Gaçi pse nuk thritet? Është personi që ka marrë djeni edhe për procedurën e incineratorit Elbasanit, që ishte procedurë që nuk ekzistonte në ligj. Drejtori APP si çonte shkres për djeni Angela Gaçi, i thonte ore kjo procedurë, negociat pa shpallje, nuk ekziston në ligj në prokurimeve dhe ka kaluar në me vendim Këshillit të Ministrave, mbledhje qeverie. Përse nuk mbahet i para drejtësisë, pse nuk merret i përgjegjshëm Angela Gaçi për këtë rast? Pse nuk mban përgjegjësi? Përse nuk thritet Edi Rama për t'u pyetur që si ka mundsi një kryeministër i një republike, me drejtësinë parlamentare nuk funksionon kështu. Me që doli Belind Kliçi atje, jo, me që kanë dalë letrat, me që është vjedhur. Dakord, me që vjen dakord që incinerator nuk ka. Jo e vendos gjykata, as prokuroria madje se vendos atë. Deri para 3 vitesh, nëpër mediat shqiptare, 4 vitesh, nëpër mediat shqiptare, në televizione kombëtare, kemi parë dhe dokumentar se sa mirë funksiononte incineratori i Tiranës.
Kemi parë edhe reklama sa i bukur ishte incineratori i Tiranës. Kemi parë edhe studimet e Universitetit Bujqësor se sa mirë po i bën mjedisit incineratori i Tiranës. Po ne dilim dhe thonim incinerator nuk ka, dhe këtu po viden parat. Tani 4 vite në pas, të gjitha këto që ne kemi thënë kanë rezultuar të vërteta. Tani unë nuk po të them që SPAK-u të reagoj pse po thot Belindi apo një zyrtar i Partisë Demokratike apo një opozitar. SPAK-u të reagoj për të treguar ku kanë vajtur parat e qytetarëve. Po si ka mundësi Belindi i vetëm me 2-3 vullnetar të Partisë Demokratike arrin dhe çon në SPAK mira faqe dokumenta, email, komunikime për inceneratorin. Gjejun prona dhe asete të presanomeve të inceneratorit Tiranë, çojun statement bankar në përbot, çojun të dhëna se ku i kanë pronata, ku i kanë asetet pronarët e inceneratorit Tiranës në letra, se e dim de facto pronar, e dim gjithë pronar faktik është Erion Velia dhe Edi Rama, ka thënë Arben Ahmetaj, zëvendës kryeministri për 10 vite, dhe këto nuk i gjen SPAK-u. Po si ka mundësi i gjejun dhe nuk i gjen SPAK-u? Dhe kur e thot Arben Ahmetaj, në fakt është shumë i besueshëm. Unë pres ta thot gjykata. Një person që ka qëndruar në krah të djathtë të kryeministrit për 2 dekada. Jo, nuk e ndaj dot këtë engjëllim medial në këtë rast. Një person që ka qenë zëvendës kryeministër. Nuk e ndaj dot këtë zoti Kliç. Kur janë firmosur këto afera. Unë pres ta thot gjykata, po jo Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj. Një person që ka refuzuar me shkrim dhe ka lënë dhe gjurmë për inceneratorin e Tiranës, që nuk e ka financuar kur ishte ministër financash. Ju e fustit Arben Ahmetaj në një sport me zotin. Dhe vijoj ta fus më. Jo, patjetër që thati besuat. Jo. Po e besove, nuk e fus dot. Për këtë çështje ka të drejtë se ka lënë dhe gjurmë. Pra, më rezulton unë do doja shumë ta kapja Arben Ahmetajin të përfshirë në këtë aferë. Nuk e gjej dot. Në inceneratorin e Tiranës nuk e gjej dot. Ani keni interes sepse ai ka bërë një mea culpa me opozitën, po jo me publikisht para se të bënte mea culpa. Nuk e gjej dot më Arben Ahmetajin sepse nuk ka firmë të tij. Përkundrazi, ka një firmë që e refuzon financimin. Dhe zëvendës kryeministri del dhe thot shiko, dhe Erion Velia që e ka firmosur e ka thënë deklaratën e fundit. E ka detyruar Edi Rama kryeministrit ta bëjë këtë gjë. Atëherë si ka mundësi nuk merret SPAK-u me këto deklarata? Si ka mundësi e gjen një gazetar Arben Ahmetaj një herë në 3 muaj për të marrë intervistë dhe nuk e gjen dot SPAK-u? Kjo është pyetje me vend. Po si ka mundësi? Bën policia. Po si ka mundësi? Interpoli e bën policia, bën gjithë bashkë. Policia. Po si ka mundësi? Nuk është e SPAK-u.